Për aq kohë sa ne, si shoqëri, nuk i japim një përgjigje familjarëve të vrarëve të pas luftës, neve nuk kemi për të arritur paqen sociale e cila na nevojitet. LDK-ja, para zgjedhjeve, PDK si thoshte na i ke vrarë veprimtarët, sa po kalonin zgjedhjen, shkonin hynin në koalicione me ta që i ka kushtuar LDK-s shumë. Mos harroni një gjë, dhe unë këtë nuk e kam fshehur kur. Unë jam penalizuar edhe atëherë, jam penalizuar edhe gjatë mandatit tim, po penalizohem edhe sot në çdo aspekt për qëndrimin tim tepër të qartë, në çdo fushë dhe në çdo rrafsh, sa i përket detyrimit që kjo shoqëri e ka, dhe nuk po them dikush jashtë, po kjo shoqëri e ka për dhënë një përgjigje për vrasjet e pas luftës në Kosovë. Institucionet tona të drejtësisë kanë refuzuar të merren me ato krime dhe kjo shoqëri, kjo republik ju ka borxh një përgjigje familjarëve. Dhe prandaj unë mendoj që është tepër e rëndësishme mos harrojmë që paqja jonë shoqërore do të varet shumë, po themi që jemi kthyer në një shoqëri polarizuar. LDK-ja, para zgjedhjeve, PDK si thoshte na i ke vrarë veprimtarët, sa po kalonin zgjedhjen, shkonin hynin në koalicione me ta që i ka kushtuar LDK-s shumë. Ne kuptoj aty kur thot Lumira Abdigjiku që koalicionet na kanë kushtuar shumë, po varet me kë bën koalicion. Nuk mundesh para zgjedhjeve ti thush mi ke vrarë shokët e kolegë, dhe pas zgjedhjeve thush jo vallai harrova shokët e kolegë, ti pata vetëm për